23 nxënës shqiptare dhe pse i kanë plotësuar kushtet dhe kanë qenë me 75 pikë maksimale, nuk janë pranuar në afatin e qershorit në drejtimin për infermeri pranë shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar. Ky drejtim, i cili është i ri pranë kësaj shkolle, ka pasur vetëm 50 vende të lira, ndërsa në paraqitje numri ka të kaluar 100 nxënës. 50 nxënësit e pranuar kanë qenë me po aq pikë sa 23 nxënësit që nuk janë pranuar. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sot kishte organizuar për këta nxënës testim kualifikues, por prindërit dolën kundër testimit. Në vend të nxënësve për t'u testuar në shkollë u futën prindërit e tyre me një peticion që ja dërguan drejtorit. Do me thonë testimi fillon në radhije. Shkolla ka organizuar të gjitha kushtet për të realizuar testimin. Nxënësit janë në listat të shpërndarë në 5 hapësira nga 15 nxënës. Kështu që shtimojmë në radhije. Ju faleminderit. Shpendi, ju në ftejmë se do të thonë kemi një listë me nënshkrimet e prindërve, do të thonë se testimi bojkotohet. Komunikatën i kemi bo para medjave, 6-8 nënshkrim. Aja, do të thonë 90% e prindërve, do të thonë, ka bojkotojnë. Unë vetëm dhe të informoj, jam pedagog i shkollës për ndryshe, që ne kemi po pregatitje të dalim shkollë. Ne tash se këshill në shkrim të drejtarit, ta dorëzojmë peticionin. Kush është këshilli i prindërve Jordane? Ju faleminderit që më dëgjoni. Derisa prindërit ndodheshin në obor me fëmijët e tyre, të shkolla arriti edhe një delegacion nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Ata patën një takim me udhëhecinë e shkollës, por për mediat nuk u prononcuan. Nga ana tjetër, prindërit kërkuan testimi të anulohet. Bejlur Mustafa nga Këshilli i Prindërve tha se ekzistojnë mënyra alternative, gjithsesi rritet numri i paraleleve që çdo nxënës të mund të regjistrohet derisa i kanë plotësuar kushtet. Prindërit e nxënësve të cilat aplikojnë për regjistrimin në vitin e parë në drejtimin infermeri për vitin 2025-2026 shprehin protestë të qartë dhe unanime kundër mbajtjes së testimit kualifikues i planifikuar për sot më datë 23 qershor 2025. Arsyet janë si më poshtë. Të gjithë nxënësit e paraqitur kanë numër të njëjtë të poenave maksimal, të fituara në bazë të suksesit mesatar dhe notat për lëndët relevante për konkursin. Kjo e bën testimin të panevojshëm dhe të padrejtë, pasi nuk ka bazë reale për dallim të aftësive të tyre në bazë të vlerësimeve shtesë. Afati i shkurtër për përgatitjen dhe presionin psikologjik mbi nxënësit, menjëherë pas përfundimit të arsimit fillor dhe para një vendimi të rëndësishëm jetësor, përbën një barë të madhe për shëndetin e tyre mendor dhe ndjenjen e sigurisë. Shpendi Bajrami, pedagog pranë shkollës së mesme të mjekësisë, tha se shkolla ka kërkuar paralele shtesë nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës që nga e premtja javës së kaluar, por prej atij akoma nuk kanë përgjigje. Ne si shkollë, do me thënë, jemi të obliguar të zbatojmë anën formale që na obligon Ministri i Arsimit dhe ligji që kërkon, do me thënë, por jemi të mendimit që edhe mund të bëjmë diçka kompromis që të hapet edhe ndonjë paralele e re që nuk paraqet probleme financiare. Këtë kemi pas edhe para 4 ose 5 vjetësh, që një gjenerat ka shku me 5 paralele në gjuhën shqipe, atëherë kanë qenë të gjitha motër medicinale, kështu që si vjet nëse do të bëheshte një mundësi e hapjes, ne e mbulojmë me kuadrin që kemi dhe nuk ka ndonjë problem financiar. Dhe varianti i dytë, pastaj do të shohim se ta 23 që do të ngelin, sigurisht do të konkurrojnë në laborant ose në teknik dhambësh, dhe prej asaj pastaj ngelin vetëm 14 nxënës do na ngelin që do duhet përfshihen. Prindërit thanë se nëse kërkesat e tyre nuk pranohen, do ndërmarrin hapa tjerë. Ndryshe, Ministri i Arsimit dhe Shkencës kohë më parë kishte paralajmëruar se nëse vjen deri te një situatë siç ndodhi aktualisht te shkolla e mjekësisë në Gostivar, do të realizon testime kualifikuese për nxënësit.